Do befasoheni, jasti të kuptoni nëse ju bien shumë flok. Provoni ta tërhiqni atë. Një nga mënyrat për të kuptuar nëse po humbisni më shumë flok se sa normalisht është duke mbështjellë te gishtat rreth 60 qime dhe duke i tërhequr ato butësisht. Nëse humbisni vetëm 3 qime floku, atëherë kjo është normale. Kushtoni vëmendje sasisë që bien. Është normale të humbasësh pak flok kur bën dush. Por nëse vazhdimisht të vini re shumë flok në dyshemen tuaj të banjos, kjo mund të jetë një shenjë e humbjes së tepër të flokëve. Kontrolloni kokën për të parë nëse keni zona pa flok. Nëse vini re këtë zona, kjo mundet që të jetë një nga shenjat e rrallimit të mundshëm të flokëve. Shikoni jastëkun në mëngjes. Është normale që të humbasësh 50 deri në 20 fije floku gjatë gjumit. Por ato gjithashtu, nëse duken shumë flok në jastëkun tuaj në mëngjes, kjo shenjë tregon se po humbisni më shumë se ç'duhet.